Në këtë edicion do të ndiqni. Ju dhalëm të mira fundit studentës të mjekësisë që u nda nga jeta tragjikisht në Tetov. Zyrtarit policor në gatishmëri gjatë procesit të zgjedhjeve të së dielës. Programi Share, arsimi i lartë dhe kërkimi i qëndrueshëm në Kosovë ka hapur thirrje për bursat të doktoratës dhe postdoktoratës. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Me pikëllime dhimbje të thellë shpërcjell sot për në banesën e fundit të Orsa Spahia, studentja e mjekësisë e cila humbi jetën tragjikisht në Tetov. Gati u tha se dhimbja për humbjen e saj është e papërshkrueshme. Mira njerëz u mblodhen sot për t'i dhënë lamtumirën e fundit Daorsa Spahias, 25 vjeçaria që po studionte mjekësi në Tetov, aty ku humbi jetën tragjikisht. Mes lotësh e dhimbjesh, pafund të shumt ishin personat që morën pjesë në ceremoninë mortore të një jete që u shua shumë herët. Ceremonia u mbajt në varrezat e qytetit, ku dhimbja dhe lotët nuk munguan. Familjar, miq, bashkëmoshatar, profesor e qytetar të shumt u mblodhen për t'i dhënë lamtumirën e fundit të Rez Gjakovare, e cila njihej për butësinë, dashurinë ndaj jetës dhe për kushtimin në studime. Mbi varrin e saj u vendosën shumë kurora lulesh si shenjë dashurie dhe respekti për kujtimin e Daorsës. Lotët dhe përqafimet mes miqve e të afërmve treguan dhimbjen e madhe që ka lënë pas ndarja e saj e parakoshme. Të dielën në disa komuna të Kosovës, përfshirë edhe Gjakovën, do të mbahet raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar komune. Për të siguruar mbarvajtje të procesit në shërbim, do të jenë edhe zyrtar nga Policia e Kosovës. Këtë të diel, qytetarët e 18 komunave të Kosovës, mes tyre edhe të Gjakovës, do t'ju drejtohen sërish kutive të votimit për të zgjedhur kryetarin e komunës në raundin e dytë të zgjedhjeve. Ndërsa institucionet po bëjnë përgatitjet e fundit, edhe Policia e Kosovës ka finalizuar planin operacional për siguri, me synim që i gjithë procesi të zhvillohet në mënyrë të qetë dhe pa asnjë incident. Komandanti i stacionit policor në Gjakov, Major Milazim Lumi, ka konfirmuar se të gjitha njësitë policore janë në gatishmëri të plotë. Policia e Kosovës, konkretisht stacioni policor Gjakov, veç ka kryer përgatitjet përfundimtare ditën e sotshme rreth zgjedhjeve lokale për ballotazhin i cili do të mbahet me datën 9/11/2025. Ne kemi hartuar planin operativ ku kemi parapar të gjitha qendat e vendvotimit të mbulohen me zyrtar policor, po ashtu edhe çështje logjistikës kemi të mjaftueshme vetura si dhe personel policor për të kryer detyrat rutinore të cilat dalin ditën e zgjedhjeve. Sipas tij, numri i zyrtarëve policor në terren do të jetë i mjaftueshëm për të mbuluar të gjitha qendrat e votimit, ndërsa koordinimi me institucione tjera relevante është i vazhdueshëm. Policia ditën e zgjedhjeve për ballotazh punon me orar 12, kështu që nga palestra sporteve materiali zgjedhor bartet së bashku me personelin e KQZ-s dhe policinë dhe po ashtu gjatë procesit zgjedhor në përfundim prapë pas numërimit gjendeve të votimit apo siç ka vendosur KQZ-ja, materiali zgjedhor sensitiv përcillet me policinë deri në palestrën e sporteve ku edhe aty deri në përfundim do të kemi mbikëqyrje policore për sigurinë e jashtme të palestrës. Policia ka apeluar gjithashtu për respektim të rregullave dhe shmangje të çfarëdo situate që mund të cënojë procesin demokratik. Në Gjakov, sikurse edhe në komuna të tjera ku do të zhvillohet raundi i dytë, pritet një proces i qetë zgjedhor, teksa zyrtarët policor mbeten të angazhuar deri në përmbylljen e plotë të procesit. Programi Share, arsimi i lartë dhe kërkimi i qëndrueshëm në Kosovë ka hapur thirrje për bursat të doktoratës dhe postdoktoratës. Këto bursa synojnë të përmirësojnë cilësinë e mësimdhënies, kërkimit dhe inovacionit, ndërsa detajet tjera i kuptojmë në vazhdim. Është hapur thirrje për aplikim për bursa për doktorat dhe postdoktorat. Projekti Share, arsimi i lartë dhe kërkimi i qëndrueshëm në Kosovë, synon të mbështesë një sektor të arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor në Kosovë, që është i qëndrueshëm, i bazuar në prova, i orientuar nga nevojat dhe i përgjithshëm ndaj barazisë gjinore.
Financimi i projektit sigurohet nga Agjencia Austriake për Zhvillim dhe bashkëfinancohet nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit të Kosovës. Kriteret e bursave janë student doktorature 1 deri në 12 muaj qëndrim për 1.300 euro në muaj, mosha maksimale 35 vjeç, me përjashtim deri në 40 vjeç për përgjegjësi të konsiderueshme të kujdesit. Hulumtues postdoktorat 1 deri në 3 muaj qëndrim për 1.300 euro në muaj dhe mosha maksimale 50 vjeç, lindur pas 15 janarit 1976. Shpenzime udhtimi përfshin 500 euro një herë dhe kujtojmë se afati për aplikim është i hapur deri më 15 janar 2026. Sot në orën 20:30 në gjimnazin Aslan Berisha në fshatin Rogov, lëvizja vetëvendosi do të mbajë tubim madhështor. Të pranishëm do të jenë kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës Albin Kurti, si dhe kandidati për kryetar të komunës së Gjakovës Ardian Gola, si dhe bashkëpunëtor të tyre. Në botë është ngritur alarm rreth përdorimit të inteligjencës artificiale nga prindërit, të cilët në vend se të dërgojnë fëmijët për vizitë të mjeku, përdorin këshilla nga inteligjenca artificiale për shëndetin e fëmijëve. Kjo praktikë nga profesionistët shëndetësor cilësohet si të jetë e rrezikshme. Së fundmi është rritur numri i prindërve që tentojnë të zëvendësojnë vizitat te pediatri me konsultime në rrjete sociale apo përmes inteligjencës artificiale. Megjithëse kjo mund të duket një mënyrë e shpejtë për të marrë këshilla, nuk duhet të zëvendësojë kontrollin profesional mjekësor. Sipas doktoreshës Zana Olloni, gjatë komunikimeve me inteligjencën artificiale, shpesh rekomandohen edhe barna që shiten pa recetë, si për shembull paracetamolli, i cili mund të ndihmojë për një dhimbje të lehtë, por në raste të tjera mund të shkaktojë dëm nëse përdoret pa udhëzim mjekësor. Rreziku kryesor është fshehja ndonjë smundje domethënë të rëndë, për shkak se ata bazohen bazë simptomatologjisë dhe marrin trajtimin domethënë bazë përshkrimit që jep çoti, disa barna që lejohen mushit ndoshta pa recetë mjeku, si për shembull blejnë paracetamol dhe fshehin një temperaturë, ja qetësojnë një temperaturë, ja mbulojnë ose maskojnë një simptom caktuar, kurse në të vërtetë fshehet ndonjë infeksion i rëndë që me të cilin fëmia është ka vënë ndoshta në shtëpi dhe nuk drejtohet te mjeku. Për këtë arsye dhe na vetë mjekësia kemi inspeksionin si metodë kryesore, domethënë shikimin e pamjes jashtme të pacientit, edhe në bazë të asaj caktimin e diagnozës dhe përshkrimin e terapisë. Që domethënë shumica janë të konsultuar, tash është bërë si mjek familjar, ta quajmë në thojza i secilit pacient, domethënë mas pari konsultohet me ChatGPT-n, pastaj disa domethënë preferojnë marrë direkt te mjeku, por kanë shumë të shfrytzueshme dhe metodën e ChatGPT-s, kësaj inteligjencës artificiale që kohëve të fundit ka filluar të rritet domethënë numri i përdoruesve sa më shumë. Një fenomen tjetër shqetësues është se kohëve të fundit kanë filluar të dërgojnë në këto platforma dhe foto të analizave laboratorike apo të rentgenit, edhe ky është një veprim i gabuar sepse vetëm mjeku mund t'i lexojë dhe t'i interpretojë saktë rezultatet mjekësore, shtoi doktoresha Olloni. Është domethënë një fenomen i papërshkrueshëm që është të ndodhur shumë kohëve të fundit edhe radiografit, rentgenat, për shembull mushkrive, analizat laboratorike, për të cilat është i obliguar ose detyrohet vetëm mjeku mu përgjigj. Ata marrin ndoshta një sqarim për një anemi, ajo domethënë bazë dhënave që ka mundet mi tregu që ka një smundje të caktuar, mirë po trajtimin edhe shërimin asnjëherë nuk e realizojnë. Kujdesi i drejtë për fëmijët fillon gjithmonë me këshillën profesionale dhe vizitën mjekësore, jo me kërkime në internet. Në materialin e radhës do të njihemi me raportin e shërbimeve të ofruara për gjatë muajit tetor në Spitalin e Përgjithshëm Isa Grezda në Gjakov. Vetëm për gjatë një muaji në Spitalin e Gjakovës janë regjistruar 143 lindje, prej tyre 78 djem dhe 65 vajza, ku 44 janë realizuar me prerje cezariane. Gjatë po të njëjtës periudhe, raporti mujor nga Spitali i Përgjithshëm Isa Grezda në Gjakov citon se kanë qenë të hospitalizuar gjithsej 1241 pacient nëpër të gjitha repartet e spitalit. Gjithnjë, duke ju referuar burimeve të raportit, gjatë këtij muaji janë realizuar 166 operacione në fusha të ndryshme, përfshirë kirurgjinë e përgjithshme, ortopedin, urologjin, ginekologjin dhe akusherinë. Ndërsa sa i përket shërbimeve ambulantore, janë ofruar gjithsej 12.135 vizita specialistike dhe shërbime të ndryshme mjekësore, përfshirë këtu CT-n me 461 shërbime.
1463 shërbime në ro kabinet dhe njësia e mjekësisë fizikale me rehabilitim, 1959 pacient të trajtuar. Laborator, 2646 pacient që kanë marrë shërbime gjithnjë, sipas burimeve të raportit, në hemodializë me 791 seanca dialize të kryera, ndërkaq në emergjencë kanë marrë shërbime gjithsej 1776 pacient. Gjatë muajit tetor janë ofruar edhe shërbime të reja për qytetarët, si EMG me 30 pacient dhe spirometri 46 pacient. Edicionin e përmbyllim me disa pamje nga natyra mbreslënse e fshatit Zhub, aty ku tashmë ngjyrat e vjeshtës shihen gjithandej. Sot kemi ardhur për të vizituar fshatin Zhub rreth bukurisë natyrës së këtij vendi se si qëndron në këtësinë të vjeshtës. Në këtë fshat jetojnë rreth 100 banor, e çka njihet në këtë fshat është edhe për kultura të ndryshme bujqësore, ndërsa për më tepër të ndjekim materialin në vazhdim. Natyra fshatit Zhub është padyshim mbreslënse në çdo stinë, por tashmë kur vjeshta ka ardhur, ngjyrat e ngrohta e tejet të theksuara kanë mbuluar tërë peizazhin e fshatit. Banorët që këtu nuk janë të shumtë në numër, vazhdojnë të kujdesen me shumë zell për oborret e tyre e për të gjithë hapësirën e fshatit, në mënyrë që kushdo që kalon këndej, mbushet me qetësi e me ngrohtësi që Zhubi të jep. Ky fshat që ndodhet ju shumë larg qytetit të Gjakovës, thërret për një shkëputje nga ritmi i shpejtë i jetës dinamike në të cilën po jetojmë sot, për të gjetur e për të mbushur shpirtin me bukuri që veç natyra e këtij fshati di të ofrojë. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndajmë të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Ju dhalam të mira fundit studentes të mjekësisë që u nda nga jeta tragjikisht në Tetov. Zyrtarit policor në gatishmëri gjatë procesit të zgjedhjeve të së dielës. Programi Share, arsimi i lartë dhe kërkimi i qëndrueshëm në Kosovë ka hapur thirrje për bursat të doktoratës dhe postdoktoratës. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.